Shqetësime për ngritjen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë kanë shprehur qytetarë që të mërkurën frekuentuan tregun e gjelbër në Prishtinë. Sipas tyre, brenda vetëm pak javësh, në disa artikuj kanë vrejtur rritje çmimesh deri në mbi 40%, e të përballur me fluks të vazhdueshëm shtrenjtimi, ata shprehen vrejtje se janë të pambrojtur nga autoritetet kompetente, karshi atyre që i kualifikuan si manipulime me çmime. Një tabël vo u kon 3 euro gjys, është 5 euro. Ku do me quve? Një kil mish u kon 10 eurove, u bo 14 euro. Pare e në to. Edhe në shqitore, edhe në për e vetë shërbime, këtë bizbiti, këtë portat. Shkon njëtha, mërë tjetër, rritën e sana, një këni, po s'ki që me bo. Në s'kem njerës që me udheq këtë program. Ankesat e qytetarëve janë adresuar në kohën kur Autoriteti i Konkurrencës, që është kompetent për mbikëqyrjen e tregut, që nga fillimi i vitit nuk e ka marrë asnjë vendim ndëshkues lidhur me manipulime me çmime. Inspektori i këtij autoriteti Egzan Berisha thotë se vendimet për gjobitje dhe për nisjen e hetimeve për çrregullim të konkurrencës merren nga Komisioni i Autoritetit, i cili duhet të ketë 5 anëtar, por aktualisht i ka vetëm 3, në atë që sipas tij e vështirëson vendimmarrjen. Berisha thotë se aktualisht po monitorohen çmimet e 21 produkteve bazë të shpurtës së konsumatorit dhe se bazuar në këtë del se ka tregues që rrjetet e supermarketeve mund të kenë manipuluar me çmime. Dhënat përfundimtare ende nuk i kemi përpunuar, mirë po në qytetet të caktuara vrehet një tendencë ku rrjeti i marketeve apo marketet e asoj zone kanë mundur të bëjnë një kufizim të tillë, për shembull i caktojnë marzhat e fitimit, i caktojnë çmimet e shitjes, i caktojnë furnizimet dhe e krijojnë një pozitë dominuese në atë territor që e pamundsojnë edhe konkurrencën e lirë futje. Edhe nga monitorimin e qershor, Berisha tha se është vërejtur ndryshim i koordinuar i çmimeve të bukës në përfura, por ai shtoi se nga rritja e çmimeve nuk është prekur vetëm ky produkt. Përveç bukës e cila ka pas një rritje në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, rritjet e tillë kanë pas edhe pemt dhe perimet, sidomos në kohën e fundit, po ashtu edhe gjërat e shpurtës bazike siç janë vaji ushqimor kanë pësuar një rritje të konsiderueshme në raport me vitin e kaluar, të cilat janë duke u monitoruar në vazhdimsi. Berisha pranoi se mungesa e korumit të plot në Komisionin e Autoritetit po e vështirëson dëshkimin e shpejtë të manipulimeve. Ky komision përbën nga 5 anëtarë, të cilët zgjidhen nga kuvendi me propozim të qeverisë. Kosova nuk ka kuvend funksional që nga janari 2025. Në mungesë të vendimarrjes së plotë të autoritetit, aktualisht nuk ekziston asnjë mekanizëm tjetër efektiv që i mbron konsumatorët nga manipulimi me çmime.